Atëherë përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Fontana. Jemi këtu në fshatin Kashic të komunës së Istogut, ku të gjithë këta familjar e qytetarë të shumt, po gjithashtu edhe përfaqësues të institucioneve komunale dhe të tjerë kanë ardhur sot për të shprehur nderime, për të bërë homazhe pranë varrezave, lapidarëve të dëshmorëve të fshatit Kashic. Në këtë ditë të shënuar për popullin e komunës së Istogut, përkulemi me respekt të thellë dhe me krenari të pashuar përpara veprës së pavdekshme të dëshmorëve të fshatit Kashic, pranë bijve dhe bijave që i dhanë kuptim fjalës atë që e deshtën lirinë më shumë se jetën dhe që me gjakun e tyre lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë më të lavdishme të Kosovës. Përvjetori i rënjes së tyre nuk është thjesht një datë në kalendar, është një ditë kujtese dhe reflektimi, një ditë që na rikthen në kohën kur Kosova po kalonte nëpër errësirën më të madhe të historisë së saj, në ato vite të shtypjes, të dhunës dhe të terrorit shtetëror serb. Kur fshatrat e Istogut ishin të mbushura me ankth dhe pasiguri, ishin këta trima që dolën përballë me vendosmëri, me guxim dhe me një dashuri të pastër për vendin e tyre. Kjo është një ditë e veçantë për fshatin Kashic, për lugun e Drinit, për brigadën 133, ku në këtë fshat ranë 3 dëshmorë të lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne i përkulim për jetë e motë gjithë dëshmorëve të Kosovës, jo vetëm pjesëtarëve që kanë dhënë jetën në fshatin Kashic, po gjithë pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lavdi për jetë e motë të dëshmorëve të kombit. Fshati Kashic i vogël ndoshta me territor, por me zemër të madhe, ku këta dëshmorë dhanë kontributin e tyre jashtëzakonisht të madh në luftën për liri. Në çdo rrugicë të këtij fshati dëgjoheshin këngët e qendresës dhe në çdo sofër liria ishte ëndra më e madhe. Atëherë jemi këtu në fshatin Saradran të komunës së Istogut, ku sot pra do të bëhen homazhe dhe vendosje të kurorave me lule pranë lapidarit të dëshmorëve të fshatit Saradran. Do të marrin pjesë kryetari i komunës së Istogut, janë këtu shumë familjar dhe qytetarë të komunës të cilët kanë ardhur për të shprehur lavdinë e tyre në këtë përvjetor të këtyre dëshmorëve. Pra, pranë këtij lapidari që është ngrit në emër të dëshmorëve dhe martirëve të rënë për lirinë e Kosovës. Pikërisht emrat e këtyre dëshmorëve që janë të gdhendur në këtë lapidar, ata kanë lënë pas familje, kanë lënë pas fëmijë, prindër, motra e vëllezër që sot jetojnë me dhimbjen e mungesës, por edhe me nderin më të madh që mund ta ketë një familje shqiptare. Ne nuk mund ta shlyejmë dhimbjen e tyre, por mund ta lehtësojmë me kujdesin ton, me përuljen ton, me kujtimin ton të përhershëm për bijtë e tyre të rënë. Në këtë përvjetor, përveç fjalëve të nderimit, jemi të thirrur të kthejmë syt edhe nga e ardhmja, ajo për të cilën rënë dëshmorët tonë. Ishte një Kosovë e lirë, e pavarur, demokratike dhe me dinjitet.
brezi i arshëm që trashëgon këtë liri, kemi detyrimin moral dhe historik që të mos harrojmë plagët që mbajtën në trup e shpirt e sidomos të mos harrojmë mesazhin e tyre. Kosova është amanet. Jemi me kryetarin e komunës së Istogut Ilir Ferati, nga i cili na intereson të dimë deklaratën edhe prononcimin e tij me që jemi këto në 26 vjetorin e dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Saradran. Po gjithashtu ndjer lavdi edhe për dëshmorët e fshatit Kashic. Faleminderit shumë abetare ju dhe Radio Fantonës, një përshëndetje të veçantë për teleshikuesit tuaj, ashtu siç edhe thatë ju, sot jemi në ndërim të rënies heroike të dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Saradran dhe që ishin marrë të fshatit Kashic. Për ne si institucion, për mua si kryetar është, po them kështu, puna më e vogël që mund me bëu në ndërim të veprës më sublime që njerëzit e Kosovës e kanë bërë për me gëzuar sot këtë liri të cilën e gëzojmë edhe si institucion edhe si qytetar, edhe duhet jemi përjetësisht edhe me njerëz edhe të përulur para veprës tyne, para lapidarëve tyne dhe para vendeve ku ata pushojnë tash deri në përjetësi. Sigurisht do të kujtohen e jo vetëm me fjalë, por do të kujtohen me vepra e punë të mira, të cilët po them kështu na motivojnë ne si institucion që me kthy në kontribut veprën sublime që ata kanë bërë tash 26 vjet më parë. Po i përmend veprat e mira, po ndalemi ditë më parë ka ndodhur një rast ku kanë tentuar që t'i fshin emrat edhe kanë njollosur këtë lapidar. Ju keni reaguar me anë të një postimi tuaj në rrjetin social Facebook, po cili është më detajisht mendimi edhe rreth këtij rasti pra? Po fatkeqësisht ka në dashakeq që të menduarit ndryshe shprehen në forma të cilat ligji quan krim. Nuk po du me thonë që jam bim të kaluarës e të sistemit që tentojnë me i përdhus lapidarët ose vendvarrimet ku prehen edhe martirët edhe dëshmuart, mirë po ne fatmirësisht jemi shtet ligjor edhe të gjitha rastet janë ngrit dhe sigurisht me presion edhe me trajtim veçantë edhe pranë policisë Kosovës dhe jemi në diskutime ditore po kështu për punën që po e bojnë në zbulim të rastit në mënyrë që t'i lojmë familjarë që jetojnë anë të jenë qetë dhe të dinë që njerëz që me dashakeqësi trajtojnë të vende që janë shanjta edhe si mas zakonit edhe si mas ligjit të dalin propagandë dhe të morrin dënimin e meritum. Ndërsa tani familjarët kanë përgatitur një fjalem të cilin do e lexojnë në prani të gjithë të pranishmëve që kanë ardhur sot këtu dhe natyrisht ky fjalem ka pikërisht përmbajtjen e njëjtë dhe qëllimin e njëjtë në shenjë falënderimi për gjithë ata që çdo vit edhe në këtë 26 vjetor kanë marrë pjesë për homazhe dhe për vendosje të kurorave me lule. Të nderuar të pranishëm, të dashur familjar dëshmorëve, miq të nderit dhe të kujtimit. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të kujtuar, po për të nderuar me dinjitet dhe për ulësi ata që dhanë më të shtrejtën, jetën, për lirinë dhe të ardhmen tonë. Për vjetori dëshmorëve të lirisë është një moment i shenjtë, një kujtesë që na obligon t'i kthehemi rrënjeve të lirisë sonë dhe t'u përulemi herojve të saj pavdekshëm. Çdo dëshmor është një jetë e ndalur para kohe, një ëndër e ndërprerë, një buzëqeshje që mungon në sofrat familjare. Ata nuk janë vetëm emrat gdhendur në gur, janë plak gjalla në zemrat e prindërve, të motrave, të fëmijëve që u rritën pa ta. Dhe kjo plak nuk mbyllet kur, por në heshtje mëson të jetoj me dinjitet. Dëshmorët tonë nuk ranë për lavdi personale, por për një ideal, për uçëkën, për drejtësi, për breza që do të vinë. Në çdo gur varri i tyre, në çdo flamur që valon lirshëm është shkruar historia e një populli që nuk pranoi të nënshtrohej. Dëshmorët nuk kërkojnë dëshmi, ata kërkojnë dinjitet, nderim dhe kujtim të denjtë. Dhe këtë do ta kem për herë, nga ne dhe nga çdo pres që nuk harron prej nga vjen. Dëshmit janë vetë toka ku qëndrojmë dhe vetë liria që marrim frym. Këto janë fakte që as nuk shlyhen dhe as nuk diskutohen. Dëshmorët nuk ka nevojë për mbrojtje. Ata janë mbrojtësit tonë të përjetshëm. Por ne kemi detyrë të mos lejojmë që emri i tyre të përlyhet, që sakrifica e tyre të harrohet,
apo që veprat e tyre të shndrohen në objekt sulmi nga ata që asnjëherë se kanë dashur këtë tokë, që janë dorë e zgjatur armikut. Atyre që guxuan të prekun gurin e shejt lirisë, duhet u themi hapur, jeni turpi kësaj toke, jeni armiq kujtesës, të lirisë gjakut derdhur, nuk jeni as brit këtij vendi, as pasazh kësaj toke. Jeni mishërimi i harresës, i pabesisë dhe ignorancës më të errët. Ata që hedhin balt mbi emrat e dëshmorëve, në fakt e hedhin mbi veten e tyre dhe mbi çdo gjë njerëzore që kanë, nëse veç u kanë mbetur. Ne nuk do t'ju harrojmë. Ne do t'ju përballim me ligj, me turpin publik dhe me vendosmërinë e një populli që nuk lejon dhunohet në nder i herojve të saj. Nuk do të ketë vend për ju as në histori, as në ndërgjegje dhe as në rrugën tonë përpara. Dëshmorët nuk vdesin kurrë. Ata jetojnë çdo brez që rritet me frymën e lirisë. Ata janë çdo flamur që valon, në çdo varg himnit ton, në çdo hap që bëjmë si njerëz të lirë. Prandaj sot këtu, përpara gjithë themi, ne nuk harrojmë, ne nuk i nënshtrohemi harresës as urrëties dhe as turpit. Dëshmorit tanë janë gjallë, në çdo flamur që valon, në çdo fëmijë që rritet i lirë, në çdo nën që s'ka me frikë të përqafoj fëmijën e vet në paqe. Nuk jemi këtu për të ndyrë kujtimin e dëshmorëve me urrëtie. Jemi këtu për të bërë një premtim, se kujtimi i tyre nuk do të zbehet, se lapidari do të ngrihet sërish më i fortë, më i pastër, më i bukur, ashtu si edhe vetë lavdia e tyre. Se asnjë dorë e ndyrë nuk do ta fshijë vërtetën. Liria që kemi është dhurat nga ata që nuk jetojnë më. Lavdi e përjetshme gjithë rënëve të uçëkes, nder dhe respekt për familjet e tyre. Shumë të dashur dhe të respektuara familje dëshmorëve dhe martirëve që gjenden të ngdhendur në këtë lapidar këtu mbrapa nesh. Jemi sot këtu bashkarisht me ju në këtë datë të shënuar që të kujtojmë dhe përkujtojmë gjithë rënët për lirinë e Kosovës të cilën e gëzojmë ne sot. Jemi këtu edhe si institucione lokale, si Komuna e Stogut, që kujtojmë dhe nderojmë jetën dhe veprën e gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës. Vepra tyre është ajo më shtrajta dhe më sublimbja që njerëzit nuk ushqyen nga vetja tyre, që ne të kemi sot institucione, të kemi shtetin e pavarur dhe të kemi gjithë këto zhvillimet të cilët ne i ndjejmë dhe i prekum për ditë falë gjakut të rënë të këtyre që janë këtu dhe gjithë dëshmorëve të Komunës së Stogut dhe gjithë Kosovës. Edhe njëherë, duhet jemi bashkarisht që të kujtojmë në data të shënuara dhe jo vetëm, po të kujtojmë përditshëm, të jetojmë me veprën e tyre, të jetojmë me amanetin e tyre dhe ta ndërtojmë dhe ta zhvillojmë shtetin ashtu siç ata ndërronin dhe do të donin që ata të ishin ta shohin këtë shtet sikur kur e kapën pushkën dhe nuk ushqyen asgjë nga vetja tyre. Edhe njerë lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve dhe gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës, të cilët e gëzojmë ne sot. Djem e vajza, familjar dashur të pavdekshmëve. Ne sot jemi shumë të nderuar, shumë krenar, që me dhimbje të madhe, fatkeqësisht, na mungojnë familjet tona më të dashurit, më të shtrejtit tonë. E kem tu Mixhen Daut, që është mbi gjithë ne. I ka 3 djemë, 3 lule, që e dhuroj Kosovës. Ne kemi obligim dhe përgjegjësi ta respektojmë, ta nderojmë Mixhen Daut. Ndërsa këta këtu nuk kanë nevojë që për nderin tonë. Ne kemi nevojë, sot jemi këtu për të marrë nder, për të marrë lavdi nga shembulli, nga vepra e këtyne që kanë fliju për lirinë e atë dheut. Këta përvjetor janë dëshmia më e mirë për rrugtimin tonë gjatë, të vështirë, ndër breza, që kemi dhonë në vazhdimsi. Këtu para nesh ka qenë një kull, ku Bajram Meta, baba i Dins, për këtë tokë ka fliju në 45-ën që kur rasiher
familja nuk ja diti varrin se ku e ka. E shumë familje tjera patën fatin e njëjtë, deri te gjenerata jonë. Por ne të ndëruar jemi shumë e fat, se kemi arrit, kemi jetu në kohën kur i kem kurorzu me sukses të plot të gjitha përpjekjet, të gjitha sakrificat e popullit tonë, që nën flamurin e ushtrisë shlimtare të Kosovës, për herë të parë kemi zhvillu një luftë të nivelit kombëtar. Pa dallim feje, ideje, krahine, jemi bashku gjithë dhe kemi fitu mbi një armik tepër gjakatar, tepër të fortë. Por ne kem qenë më të fortë se ai, sepse nonën tonë ka qenë drejtësia dhe ne kem fitu. Ne që jemi të gjallë, sa herë që ti kujtojmë dhe sa ma shumë që ti kujtojmë, të rend, herojt, dëshmorët, martiret, do të kemi jetën tonë të sigurt, të ardhmen tonë do të kemi shumë më të sigurt, shumë më të mirë. Sa herë që ne, Zotin arrujt, të na shkoj mendja për të harrut kaluarën tonë, kemi rrezik që të na përsëritet. Prandaj edhe njëherë, falënderit për gjithëve që keni marrë pjesë sot këtu, i falenderoj gjitha familjet e i përshëndes nga zemra dhe uroj që ne të kemi vetëm gëzime në çdo familje të Kosovës, në çdo familje shqiptare dhe asnjëherë mos na përsëritet historia dhe mos na shkaktohen dhembje. Lavdi e përjetshme për gjithë të rend për lirinë e atë dheut. Zotëri Grabov, se na intereson edhe çka jemi pranë këtij lapidari ku aty të gdhendur janë edhe emrat e familjarëve t'juj. Para pak ditësh, besoj që keni informacion që ky lapidar ka tentuar që të njolloset nga persona ende të panjohur. Cili është opinioni juaj për këtë? Shiqo, në vazhdimsi dhe në mesin e çdo populli ka dhe njerëz, po nuk du t'i etiketoj ndryshe, po me vedije të ulët, të prekesh në të paprekshëm, e të paprekshëm janë të rend. Është gjaku i derdhur për liri. Të gjithë këta këtu pa përjashtim, pa marrë parasysh kush sa ka pas mundësi të kontriboj, ka meritën e vetë dhe ka bo sakrificën më të lartë e ka dhonë jetën për lirinë e Kosovës, edhe për familjet e fëmijët e brezat që do të rritet edhe të atyne që kanë njollos. Mirë po në mbje keq, po vetëm një gjak prishur mund të ngrej dorë kundër të shajtave e përmendorët, kudo që janë anë kënd Kosovës, që janë të shumë të fatkeqësisht, e them me dhembje, po njëkohësisht edhe krenari, e them me dhembje se na kanë shku djem e vajzat mrekullueshëm. E them me krenari që kemi ka lind, ka rrit ky popull djem vajzat mrekullueshëm që mbi gjitha e kanë pas atë dheun, e kanë pas lirinë, e kanë pas lirimin. Dhe merita dhe sakrifica e këtyne është e panjollosur. Prandaj unë po i kam familjarët, unë nuk do të isha ky që jam, sikur mos ta kisha udhërrëfys vllaun tim Dinën, që presidenti i vendit e ka shpall hero, mos të kisha Xhaferin, po ashtu mbështetjen e tyre dy vëllezërve të mi të shenjt, që kanë bërë gjithçka dhe më kanë përkrahur në gjithë rrugtimin tonë, dhe kur këta kanë ditë për Ushtrinë Shlimtare të Kosovës, për fillimin e aksioneve e shumë të tjerë asë kanë guxu të mendojnë diçka të tillë. Po ashtu kam edhe njërin nga bashkëpunëtorët kushërinin tim, Nimon Elshon, me cilin kem qenë bashkëvujtës, ka qenë edhe i dënuar politik, ka banu së bashku me herojnë e popullit e kombit Nuhi Berishën, ka nda fatin me shumë heroj të tjerë. Prandaj me këtë duhet të them që këtu janë njerëz të pavdekshëm, njerëz që kanë merita të jashtëzakonshme dhe të prekësh aty. Unë nuk duhet të cilësoj ma shumë, nuk duhet të them, po le ta vlerësojnë çdo qytetar i Kosovës, po mos ndikoj kjo për urrejtje, për ndasi, për kundrazi që të luftojmë dhe të ndihmojmë aty në njerëzve të dalin në rrugën e drejtë, në rrugën e shërbimit, në rrugën e perspektivës, të sigurisë e të zhvillimit vendit. Edhe herë po them, gjaku i këtyne, vepra tyne e ka bën historinë. Historia është e pandryshueshme. Deshti dikush apo s'deshti? Unë si komandant i brigadës 133, të e përfshin teritorin
e komunës Peq, të Stogut edhe një pjesë të Klinës, e falenderojmë jashtëzakonisht Radio Televizionin e Fontanës, që na u ka gjetë në çdo kohë, pa marrë parasysh çfarë aktivitete kem pas, gëzimit edhe të jodhimit e kemi pas për krah. E falenderojmë shumë. Fatkeqësisht, televizionet të tjera nuk janë të na përkrah. I vetmi institucion, i vetmi Radio Fontanë që na përkrah është Radio Fontana. E përshëndes edhe falenderoj shumë Bacin Zeq. Falenderit shumë. Respekt. Falenderit, komandant. Lavdi të përjetshme dëshmorëve të fshatrave Kashic dhe Saradran, qofti përjetshëm kujtimi tyre dhe i drejtshëm rruga që na lanë trashëgim. Andaj për gjithë shikuesit të cilët e përcollën këtë material, këtë kronikë, e cila me të vërtet nuk është dhe e lehtë për të realizuar nga ne, me që takohemi me familjarët dhe bashkëndjejmë dhimbjen me ta, mirë po në këtë 26 vjetor u shprehim lavdi të gjithë dëshmorëve dhe martyrëve të rënë të fshatit Kashic dhe Saradran.